Vazhdojmë të qëndrojmë këtu te hyrja. Akoma nuk është vendosur nëse do na jepet apo jo e drejta për të hyrë. Edhe me rënda është fakti që as nuk ta komunikojnë këtë vendimin, po të rrinë këtu të vendosin gardën, mos e lejo të futen. Kupton? Është e paimagjinueshme. Nuk e lejojnë Këshillin që të shprehet me një votim. Me një votim. Sepse po ta çojnë në një votim, për shkak sepse Këshilli është i barabartë në numre, do rrezohet si kërkesë ne mund të futemi brenda. Por jo, nuk e çojnë në votim, duan ta lënë qëllimisht që të mos marrin vesh se çfarë ndodh brenda. Nuk duan të tregojnë se çfarë materiale ka sjellë prokuroria speciale në kuvend. Nuk duan. As arsyet, as gjë. E shikoni ku është katandisur parlamentarizmi? Gjithë pushteti politik i qeverisë kërkon me çdo mjet të mbylli gojën njerëzve, të mbylli gojën deputetëve. Mos lejojnë deputetët të vinë të marrin pjesë në mbledhje. E kupton? Gjithsesi ne po presim. Po. Jemi këtu duke pritur. Nuk dorëzojmë, dhe qëndrojmë këtu, derisa të hapet dera. Ose do denoncojmë, ose do hapet dera, ose ne do jemi këtu të denoncojmë censurën. Se në fakt nuk është vetëm një censurë, nuk është vetëm tentativa, këta kontrollojnë gjithçka. Këta kanë një ndikim të jashtëzakonshëm i mediat. Por nuk të mohojnë të drejtën për të qenë këtu. Këta të censurojnë edhe kudo. Por do vazhdojmë, do përdorim rrjetet sociale, do përdorim të gjitha hapësirat që na jepen. Edhe pse fatmirësisht disa kolegë të opozitës vazhdojnë këngulin brenda, që ne të futemi në sallë, na mohohet kjo e drejtë. Na mohohet pa na thënë asgjë. Pra, si mundet që parlamenti të bëjë mbledhje me dyert të mbyllura ndaj deputetëve? Është skandal. Është skandal kjo që po ndodh. Ndërkohë që arsyeja e vërtetë është vetëm e vetëm që jo ne të mos marrim vesh, por mos marrim vesh publiku. Ne jemi të organizuar edhe një protestë jashtë me mbështetësit tanë, me shumë mbështetës të shoqërisë civile, njerëz shumë të nderuar, intelektual të njohur të Tiranës, dhe pjesa më e madhe e mediave nuk e japin fatkeqësisht. Po censurojnë. Cila është arsyeja? Arsyeja është dihet. Sa më pak të marrin vesh njerëzit se ç'po ndodh. Çfarë po ndodh? Këta po bëjnë një puç shtetëror, një puç nga brenda, duke përdorur çdo mjet, çdo pushtet për të mos u shkulur nga karrija këtë. E kuptoni ç'po ndodh apo jo? Ministër të akuzuar, drejtor të akuzuar që janë ende formalisht në detyrë, që vendosin ende për fatin tonë. Ndërkohë që është detyrim moral, politik, edhe institucional, por dhe i moralit të demokracive perëndimore që kur ke një akuzë minimalisht jep dorëheqjen dhe shkon përballesh me drejtësinë. Por kjo nuk po ndodh fatkeqësisht. Nuk po ndodh. Është shumë e rëndë kjo. Në deputetët nuk e lejon të futen brenda dhe të flasin. Ndërkohë që gardat ka bërë 3 herë turne për të 3 herë kanë bërë çunat e gardës turne. Thjesht për ta ditur që jemi këtu. Thjesht ta di që jemi këtu. Akoma s'ka marrë vendim. S'ka marrë vendim. Ka 1 orë e gjysmë aty që sillen për dallë, gjëja për të marrë vendimin. Të futemi ose jo. Imagjinoni, atëherë ne jemi këtu, thua sikur nuk na kanë votuar qytetarët shqiptar, nuk jemi deputet të parlamentit, jemi të dera, imagjinoni.
Jemi të dera, këtu futet kushdo. Janë futur këshilltar, janë futur teknik, kushdo. Kurse ne jemi deputet, përfaqësojmë një parti politike, kemi marrë me 10 mijëra vota nga qytetarët shqiptar, ne nuk na lejohet të hyjmë. Kjo është çmenduria në këtë vend. Ne duhet votojmë nesër në lidhje me heqjen e imunitetit Bilinda Ballukut. Po se si mund të votojmë ne pa ditur dhe pa dëgjuar prokurorët, këtë e di vetëm Taulan Balla dhe Edi Rama, që i kanë dhënë urdhër Peleshit që të mbylli sallën këtu dhe mbledhjen ta bëjnë me njëri tjetrin, pa lejuar askënd, pa lejuar mediat, pa lejuar deputetët. Kjo është çmenduria që po ndodh në këtë vend. Pse po e bëjnë? Sepse ju ka ardhur fundi. Në përgjimet e Spakut del Edi Rama. Emri Edi Rama. Si përmarsi i thot, biznesmeni i thot, kanë folur me Edi Ramën. Dhe ma ka lënë një tender. Kanë folur me Edi Ramën. Është e shkruajtur. E zez në të bardhë. Edi Rama. Ju ka ardhur fundi, nuk mbrojnë dot më. S'ka dyshim. Nuk ka dyshim që ndërkohë që flasim, vetëm duke u bazuar në këto prova, në këto fakte, ndërkohë ka një dosje për Edi Ramën. Nuk ka dyshim që ka një dosje dhe shumë shpejt Edi Rama do merret i pandehur. Mjafton të shikosh se çfarë del, se si mund mos të merret i pandehur Edi Rama, kur në dosje del kanë folur, biznesmeni thot, kanë folur me Edi Ramën dhe më ka thënë që do m'japi këtë tender. Dhe Bilinda Balluku i kërkon leje, i kërkon llogari berberit dhe i thot, për ç'është kjo punë thot? Edhe ai thot, po thot, ishte një tender i madh, e ndam në disa pjesë i të kënaqshim të gjithë, të merrin gjithë nga pak. Kjo është arsye pse janë mbyllur këtu. Kjo është arsye. Kuptohet. Kjo është i etike për ta. Nëse nga këtu dalin informacionet, nëse nga këtu dalin informacionet që Edi Rama është i përfshirë, siç është i përfshirë, qartësisht, aty nuk e mbron dot më njëri Edi Ramën. Dhe ai duhet të fillojë të mbrojë veten. Dhe në fakt prandaj ka filluar ta mbrojë veten. Kjo po ndodh. Shkojmë çfarë do bëjnë tani. Dhe pastaj çdo qytetar shqiptar do kuptoj edhe një herë, do ketë edhe një argument tjetër, një arsye tjetër për të kuptuar se sa të korruptuar janë, se sa të kapur janë. Kështu që ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu. S'do të dalë. Jo ndjesni. Të nxjerrim, ose vrim mendjen, të nxjerrim. Nëse Ose vrim mendjen. janë dhe në sikletshma dhe gardës, ne i mirë kuptojmë detyrën e tyre, nuk ka asnjë problem për ne. Çështja është që kjo nuk mund të jetë normale që përfaqësues të zgjedhur të mbahen jashtë parlamentit. Nuk është normale, fare. Kërkojmë respektimin e një të drejte që ka dhënë kushtetuta, rregulloria e kuvendit, që ne ka dhënë qytetarët shqiptar me votë. Ne ka dhënë qytetarët shqiptar me votë. E këta nuk duan të na japin të drejtë. Dhe është shumë e rëndë kjo që po ndodh. Shumë e rëndë kjo që po ndodh. Dhe pavarësisht edhe këmbguljes së disa deputetëve të opozitës, të Partisë Demokratike brenda, që kanë thënë që të futemi dhe ne në mbledhje, sërish këta po bëjnë çdo përpjekje për ta mbajtur jashtë. Duke na vendosur gardën këtu, s'keni për tyr pa marrë lejen nga kryetari i kuvendit edhe nga këshilli. Ndërkohë që këshilli nuk vendos dot. Nuk ka si të vendosi. Nuk ka si vendos që të përjashtohet një deputet, kushdo që qoftë, të marrë pjesë në mbledhje.